Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Elhamdulillahi alladhi yaqulu fil Qur'anil Karim ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Falendarimet dhe lavdimet I takojnë të madhit Zot, Zotit të gjithësisë. Për mirësitë nimetet e shumta që na ka dhënë, na ka udhëzuar dhe musliman na ka bërë. Sikur I madhi Zot mos na udhëzonte, nuk do të kish kush tjetër në rrugën e Tij të na drejtonte. Falenderimet të takojnë o I madhi Zot, me që na ka dhënë jetë, mundësi dhe shëndet, që të arrijmë në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të madhështuar, muaj fillimi të cilit është mëshirë, kërkojmë mëshirën tënde, mesi të cilit është kërkim falje istikfar, kërkojmë falje nga Ti o I madhi Zot, e fundi është shpëtim nga dëshkimi I jetë në botën tjetër e ibtilates provat në këtë botë. Të falenderojmë o I madhi Zot, megjithatë Ti je I falenderuar, para se të krijosh falenderuesi, me që neve nuk kemi potencë, forcë, aftësi, të falenderojmë ashtu siç meriton Ti. Andaj, të falenderojmë o I madhi Zot, me që Ti na ke krijuar me dorën tënde. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që Ti na ke krijuar në formën më të bukur. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që na ke bërë më këmbës të tëndë mbi sipërfaqen e tokës. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që vetëm në Ti ne besojmë, se nuk ka Zot tjetër përpos Teje, me që riskun furnizimin e ke mbajt në dorën tënde. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që fillimi I jetës dhe I vdekjes është në ingerenca Tua. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që na ke dhënë pjesë nga shpirti yt për të jetuar. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që na ke dhënë mendjen për të menduar. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që na ke dhënë zemrën për të besuar. Të falenderojmë o I madhi Zot, me që na ke dhënë sy për të shikuar, gjuhën për të biseduar, veshët për të ndëgjuar, gjimtirët për të punuar, e gjithë këtë për të falenderuar Ti dhe vetëm Ti. Andaj, në këto çaste iftari, në të cilët nuk refuzohet lutja e lutësit, neve përcjellim salate dhe selame Muhammedit a.s., të cilin Allahu Dhul Gjelal e dërgoi pishtarën ndriques, mëshirë për mbar botrat. E në dje e kishim ditën e marsit 7 të mësuesit parë tonë, e mësues I njerëzimit, është Muhammedi a.s., I cili ati në atë kodër e pranoi fjalën e parë urdhrore në Ramazan, lexo në emër të Zotit. O I madhi profet, Ti kur përmendesh, Ti të bekon Allahu fuqiplot. I madhi Zot kërkon që edhe engjujt në qiell edhe në tokë, e besimtarët në veçanti, kur të potencohet emri Muhammedit a.s., Ti qohet përshëndetje e bekim ati, e si mos I qohet ati. Kur bota sot feston ditën e femrës e të nënës, e ambienti I terët, në atë shkreti të Arabis, kur vajza
vorose ishte e gjallë për kur gjë tjetër, vetëm se ishte femër. E bota progresive i ka caktuar nga 365 ditë, vetëm një ditë nënës, salatet të selamet të qofshin o pejgamber, me që gjennetin që e ke krijuar e ka dhënë Zoti, e ke bërë nën këmbët e nënës. Salatet dhe selamet qofshin mbi shokët kohanikët e tij, të cilët e besuan, familjen e tij të respektuar, dhe të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar dhe shumë i respektuar, imam i juaj dhe imam in, koleg i dashur, doktor Mejid Efendi Osmani, i nderuar dhe i respektuar, njëkohësisht misafiri jon dhe juaj, që ju ndëgjoni zërin, ne ndëgjojmë emrin, imamin e juaj të Ramazanit, magjistër Gjihadin, shumë i respektuar, shumë i nderuar, vëllauin, kryetar i kësaj xhamie, magjistër Nehati, të nderuar dhe e respektuar, ju kryesi e xhamis, xhamat dhe ju motra, përzemërsisht u përshëndes me përshëndetjen islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, bekimet e të madhit Zot qofshin mbi ju. Të nderuar, unë në emër të Rej Sulemas, që e kemi si mesazh, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetaut, në emër tim dhe të delegacionit të basis fetare islame, që këto ditë vikendi kemi qenë këtu, në mesin e juaj, në emër të stafit akademik, në emër të profesorëve, në emër të studentëve dhe studenteve. Edhe pse kanë kaluar shumë ditë nga Ramazani, unë uroj shpirtërisht që Allahu fuqiplot të ketë pranuar lutjet, ibadetet, agjërimet e juaja. Me lutjet të madhit Zot, që të na jap shëndet, të na jap forcë, që ditët që i presin, të shtohet edhe më tepër, hapat për të arritur në finale, që të kurorëzojmë këtë muaj, ashtu që, si thot pejgamberi alayhis salam, fundi të jetë aromatik. Dhe fundi, për të pasuar pejgamberin alayhis salam, me që në 10 netshin e fundit, shpejtonte, ashtu si era si shpejton dhe merr përpara, pejgamberi alayhis salam edhe më tepër. Mblidhte pra energji, bashkë me familjen, për ta kërkuar, madhështuar, natën më të bekuar, natën e cila është më me vlerë, se sa jeta e jonë. Andaj, i nderuar kryetari i kësaj xhamie, tek ne thuhet kështu: ati ku të duan, shko më rallë, e ati ku nuk duan, mos shko hiç. Unë këtë xhami gati se e kam bërë xhamin të ditë. Megjithatë, nuk kam kurrë tjetër përpos që Allahu Dhul Xhelal tu bekon, me që pejgamberi alayhis salatu vesselam i ka thënë: men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfe. Ai që beson në Allahun Dhul Xhelal, çfarë ndërlidhje do të bën? Pikën e parë të imanit dhe pikën e fundit. Dhe në mes këtyre dy pikave, thojzave, e futën musafiri, ai i cili beson në Allahun Dhul Xhelal dhe në ditën e gjykimit, le të respekton mysafirin. Me që ne e kemi për obligim të respektojmë misafirin. Andaj, ne shqiptarët themi, e misafiri derën e ka hapur. Krip, buk e zemër. Nga ana tjetër, ne e kemi urdhër kuranor, e kemi të trashëguar që nga pejgamberi jon Ibrahim alayhis salam, i cili priste misafirët edhe pse nuk i njihin. Andaj, Allahu Dhul Xhelal e quan Ibrahimin alayhis salam, të cilin dhe familjen e të cilit neve ku qëndrojmë, pushojmë,
në mirajin e besimtarit në namaz, përshëndesim familjen e pejgamberit a.s. që ta bekoni madhi Zot, dhe familjen e Ibrahimit a.s. me që ka qenë bujar i madh. Të nderuar, ne kemi një mysafir, i cili nuk është lokal, nuk është kontinental, nuk është ardh nga i deleguar i toksor. Ai mysafir është mysafir i qiellit, është mysafir i Allahu Dhul Gjelal. Atë e kemi Ramazani. Dhe neve përcjellshim juve dhe muslimanët anë mban botës, para se të vijë Ramazani, shkruajshin dhe bëjshin ftesa, mirë se erdhe Ramazan. Ramazani filloi, dhe ja pra Ramazani ka kaluar gjismën. Në start mysafiri, ndoshta të duket më se pak është vështirë, por kur ti mësohesh me mysafirin, thua, le anësh biletën, qëndro edhe në ditë me që jemi adaptuar me ti. E ne i tham, mirë se erdhe Ramazanit, nga ana tjetër, në këto ditë i themi javash, më ngadale, me që neve jemi mësuar me ti, të nderuar dhe të respektuar. Mu për atë, Allahu fuqiplot, në këtë ibadet, në këtë pra misafir, i fton në veçanti muslimanët, për t'i thënë besimtarit, me që gjdo ajet kuranor, ashtu përcjellin nga pejgamberi a.s. Kur fillon një ajet dhe përfundon tek ajeti, gjdo ajet i madhi Zot thot, ndigjo se ai që flet është Allahu fuqiplot. Megjithatë, në çfarë pike, në çfarë thelbi e ndërlidhen i madhi Zot, me që Allahu fuqiplot nuk e starton ajetin kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ledine min qablikum la'allekum tettekun. Ua kam bërë obligim agjerimin, ashtu si që a kam bërë popujve më parë. Nuk është diçka risi, me që ne prind gjish e katërgjish, dora dorës, sot e 1447 vite, apo sot edhe nga Ademi a.s. neve dhe muslimanët kanë agjeruar. Me gjitha të qfarë? Allahu fuqiplot nafton në Kur'anin adhim mushan. Mu pra ati, studenti i pejgamberit a.s. Ibni Abbasi thoshte, kur Allahu Dhul Gjelal thot, ja i juhelledhine amenu, o ju që keni besuar, duhet që muslimani, tërë qenjen e ti, trupin e ti, gjimtyrët e ti, t'i shëndrojnë në vesh, që do në të thot të përcjell thirorin, me që ai që të thirën është Allahu Dhul Gjelal. O ti që ke besuar, e prej kur ke besuar, ti nuk ke besuar sot, asgjë, nuk ke besuar në kur ke hi në pubertet, nuk ke besuar kur ke lindur, nuk ke besuar kur ke qenë në embrionin e nënës, apo ke qenë në spermën e Ademit a.s. Por ti ke besuar që në ezel, me që prej atëherë Allahu Dhul Gjelal neve na ka ftuar dhe na ka thënë elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj. Ne i kemi thënë gjithë qish o i madhi Zot. Andaj, është momenti që në këtë arenë, në këtë tokë, në këtë vend ku jetojmë, neve të mbajmë besën që e kemi dhënë Zotit se ne jemi besimtar. Andaj, ki obligim, ki misafir i të madhi Zot, troket në shpirtin tonë, në zemrën tonë, në imanin tonë, në sofrën tonë, në shtëpit tona, në xhamit tona, dhe përfshin që të gjithë pra globin, por nga ana tjetër, Allahu fuqiplot, i fton vetëm ata të cilët kanë besuar në të madhi Zot, për ata e ka obliguar muajin e bekuar të Ramazanit. Megjithatë, i madhi Zot, kur e jep këtë definicion, që e përshkruan muajin e bekuar të Ramazanit, fillon me përjashtimet, duke ditë se neve jemi njerëzit të dobët. Andaj, në ngrin nëna tona në sifir, për të ngrënë, nga ana tjetër për të pi ujë, dhe nga ana tjetër për të bërë jetë. E pse që të gjithë e këtë e bëjmë? E bëjmë me që ne jemi shumë të dobët, jemi krijesa të dobët. I madhi Zot, në këtë muaj, ka hap derët e xhenetit,
ka mbillur derët e xhehenemit, ka izoluar, ka prangosur cilën shejtanin, megjithatë ai bën citje përsëri. Allahu nuk e ka eliminuar, nuk e ka stopuar, por e ka lidhur. Prandaj Kur'anin e përfundon alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ai djalli i mallkuar që duhet të kërkoni ndihmë nga Allahu Dhul Xhelal. Ai bën citje. Çfarë? Në krahërorin e njerëzve. Pse krahërorin? Me këtu ekzistojnë organet më vitale të njerëzit. Nga mushkërit, primarja, nga ana tjetër zemra. Dhe në pikë të dobët prek djalli, i cili bën citje, djet nga xhinët dhe djet nga shejtanët. Të nderuar dhe të respektuar, andaj ashtu neve, si keni mësuar dhe ndëgjuar, por neve për hir të këtij mexhlisi këtu duhet të flasim diçka. Jo si që u shpjeguar dhe imami in dhe juaj doktori nderuar, në mënyrë jo vetëm me zë, por me bindje, me emocione, për të përcjell fjalën e tij nga zemra në zemër. Megjithatë, kjo feja jonë është e dinun nasiha. Feja është që të japim sugjerim, të japim këshillim, me që këshillo pejgamberi alayhis salam, siç thotë i madhi Zot, me që këshilla është në favor të njeriut e në veçanti të kuj, në veçanti të muslimanit. E në sifir, vëllai nderuar, ti çfarë thua? O i madhi Zot, unë fillimisht kam besuar në ti. Unë jam i dobët, andaj mbështetem në ti. I madhi Zot, ti më ke caktuar mu risk, por nga ana tjetër, nga ky moment, unë jo vetëm haramin që më se prek, por edhe halali, buka, uji, edhe bashorta që e ke halal kësaj periude, o i madhi Zot, unë ndërpritem. Andaj, unë do të lodhem, unë do të dobësohem, por unë kam një Zot, i cili do të më ndihmon dhe nga ana tjetër, do të vi momenti i iftarit, ezani do të thirret, por unë gotën e shoh përpara, bukën e ngrohët, dorën nuk e lëshoj në tries, por dorën e lëshoj përsëri në ti, o i madhi Zot, me që ti ke premtuar se dora e cila troket në derë, dora që të shtrihet, thot pejgamberi alayhis salam, asnjëherë më refuzon. I madhi Zot ka cilësi, ka atribute, ka emra, ka sifate. Një nga atribute, cilësitë të madhit Zot është se ai i vin turp, i vin mare. Si vin mare Zotit? I vin mare të madhit Zot që ti ngrisish dorët, ta lutish e të t'i kthej dorët bosh, të t'i kthej duartat. Andaj, jo rastisht pejgamberi alayhis salam thot se agjëruesit në momentin e iftarit i pranohen duart atij. Të nderuar dhe të respektuar. Muate ne vesonte, ishim misafir të juaj. Pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë, ai i cili pret një misafir dhe i afron atij iftar apo sifir, ka xhamati, ka kryesia, ka ajreth, shpërblim, sa ka agjëruar misafiri, pa ja marr atij sevapet e tija. Çfarë fjale impozante të pejgamberit alayhis salam. Me që misafirin që e vin, ai ndoshta ti të duket se janë bukën tënde, po ai ta bie bereketin tënd. Andaj, largimi nga misafirët e shumt na ka shkuar bereketi, afërsia, dashuria, ndihma, solidariteti, gëzimi, lumturia. E si, nga ana tjetër, një ditë të cilën ti në vend që të kesh shumë sevape, ti i ke dy fish sevape. Por çfarë ditë bëhet fjalë? Nuk bëhet ditë fjalë të njeriut të rëndomta. Nuk bëhet fjalë të ditëve të cilët regjistrojnë melaqet. Ky muaj, Allahu fuqiplot, çfarë bën? I hap derët e xhenetit, i mbind derët e xhehenemit. Nga ana tjetër, në këtë muaj, luten çfarë? Engjujt në tokë, melaqet në qiell. Por diçka u thot, ju nuk keni të drejtë të regjistroni për punët e besimtarit muslimanit. Me që muslimani që bën, çdo punë që e bëjmë ne, hoxhollarët na mësojnë se për një punë të mirë, Allahu Dhul Xhelal jep nga 177.000 sevape. Ndërka që Ramazani, i madhi Zot, u a ka marrë pendën me laqeve, u a ka marrë kalkulatorit, numrat, për të thënë
se ju nuk keni drejt të shumëzoni, të jipni sevape. Pse? Es-siyamu li ve ene ejzi. Agjërimi është për mua, e sa shpërblej, jam unë i madhi Zot. Andaj të nderuar dhe të respektuar, neve lusim të madhin Zot, që juve të ashton bekimet, sofrat e juaja, me që muslimanët dhe juve e keni prit këtë misafir të Allahu Dhul Gjelal. Nga ana tjetër, neve me ajetin kuranor, që hapëm ligjeratën, ne trokesim në faqet e Kur'anit, hapim kopertinat e Kur'anit. Në Kur'an ka një sure dhe atë, surja e 5 e Kur'anit, e njohur si suretul Maide, surja e tryezës, surja e sofrës, ku këtu Allahu Dhul Gjelal, nga e cila do të merë kjo sure emrin, flet për sofrën e kuj, sofrën e Isas a.s. Andaj, përkujtoni, thot Allahu Dhul Gjelal, o ti musliman, që e hapën Kur'anin, gjdo ajet që është ati, dije se për ti është aji. Muhammedi a.s. është vetëm si përquës, si përgamber, si postier, që ta bie ti. Andaj, ti duhet ta kuptosh se Kur'ani është aq i freskët, edhe pse ka zbritur para 1500 vitesh, gjdo thelb, gjdo vokal, gjdo karakter, gjdo harf, gjdo ajet, gjdo sure, nga fillimi dhe fundi, është i joti sikur me të ka shpallur ti. Andaj, përkujto momentin, ashtu si sahabët e pejgamberit a.s. Shokët e Isës a.s. havarijunët, ju afruan Isës a.s. për t'i thënë, o biri Merjemit, hel yastati'u rabbuk an yunazzila alena ma'idatan minas sema. A mund, o profet, Allahu fuqiplot, të na zbres një sofër, një tryez, nga kush? Nga qielli. Të nderuar dhe të respektuar, shkenca do të thotë se kjo botë është e rumbullakët, është tryez, është sofër. Gjithçka që ka në tokë, Allahu Dhul Gjelal khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. O ju njerëz, më besoni, thot Zoti, mua apo jo? Besimtar dhe pa besimtar. Toka është e shtrirë, është sofër, që kanë hëngër nga Ademi a.s. deri më sot me 8 miliard, e sa do vinë, toka e cila nuk ka fund, i jep furnizimet, me që nga toka jemi të krijuar. Tu besojmë, tu rritemi, tu zhvillohemi, tu ham, tu pim, tu përparojmë, tu e njohim Zotin, dhe nga kjo sofrë ne kërkojmë që Allahun Dhul Gjelal ta shohim në sofrën e botës tjetër në akiret. Kur kjo tokë nuk ndalen të mira që i ka caktuar Zoti, atëherë imagjino në sofrën e të madhit Zot. Të nderuar dhe të respektuar, mu për ati ne kujtojmë pejgamberin a.s. i cili ka patënë. Ti duhet të ndëgjojsh hoxhën, por shpesh herë ju ndëgjoni, thuani, është për habi, e ndëgjoj hoxhën, profesorin, por kur shoh ajo që thot ai, nuk vepron ajo që bën ai. Por populli jon thot, puno si thot hoxha, ama më se përcjell se çka bën hoxha. Por nga ana tjetër, neve këtu nuk vim me letër njoftimi, për të treguar se sa të devotshëm jemi, me që shtu janë punët tona. Kjo zemra, e cila është organi më vital, në këtë zemër nuk kanë të drejtë të hapin me laqet. Prandaj një jeti bëhet me zemër, se zemra është kuti të cilën ka të drejtë të hap vetëm i madhi Zot. Ai e lexon zemrën. Nga që pejgamberi a.s. ka thënë, inna Allah la yanzuru ila suverikum walakin yanzuru ila qulubikum. Zoti nuk shiqon në fizionominë juaj, nuk shiqon në formën e juaj, nuk shiqon në çfarë, uniformën e hoxhës dhe shallit, shiqon në zemër. Prandaj ti e bën një jetë, e një jetë i bëhet me zemër. Andaj, shtu pejgamberi a.s. me gishtin tregues, 3 herë i kam shuar zemrës, ka thënë, imani, besimi është sekret, besosh në Zot është thelbi, a imani është në zemër. Së diti, devotshmëria që e kërkojmë në Ramazan, leallekum tettekun, që të bëjni të devotshëm. Devotshëm nuk do të thotë të rish i strukët. Devotshëm
ti mban kryen lartë, por nuk je megaloman, ti vishesh bukur, por nuk ke qëllëmllëk. Atu e ka devotshmërien. Pejgamberi alayhis salam ka thënë çfarë? E takva hahuna. Çështja e tretë, pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë es-siyamu hahuna. Agjërimi pozicion e ka zemrën. Është çështje sekrete, bëhet për Zot. Prandaj i madhi Zot e merr çfarë? E merr në ingerenca të veta. E çka thot pejgamberi alayhis salam? Kur të del individi hoxha që ke zgjedh, fal namaz. Pas ati, për të vinë dhe një njeri, i cili të duke si dëshim nuk e nje. Andaj, fal pas namazin, pas imamit të devotshëm, por edhe ndo një imam i cili nuk është i devotshëm, në veprime nuk është pra musliman i denj. Falu edhe pas ati, se namazin e bën për Zot. Megjithatë, bukën e shtëpis tënde, mos ta haj, për pos miku i dashuri dhe njeriu i devotshëm. Interesant, namazin mund të falish para pas çdo individi. Mirë po, në sofrën tënde, në menin tënde, në shtëpinë tënde, mos ta haj bereketi. Kush? Për pos se njeriu i devotshëm. Andaj, hoxhollarët të cilët bëjnë dua, kur bëhet duaja e bukës, çka thuhet? Ekele ta'amukul ebrar. Ta haj bukën tënë dhe njeriu i bukur, i mirë, i devotshëm. Vesallet alikumul melaike. Melaqet, të cilët nuk hanë dhe nuk pinë, vinë në dy sofra, në sofrën e Kur'anit dhe në sofrën e bukës. Me që melaqet nuk hanë, melaqet nuk pinë. Megjithatë, melaqet nuk lexojnë. E çka bëjnë melaqet kur hanë bukë? Ato bëjnë dua. Për çfarë? Për falenderimin që ja bën Zotit, nga ana tjetër për mirësinë dhe misafirin që e ke në tryezën tënde. Por nga ana tjetër, melaqet vinë në xhami, si kjo xhamia jonë son dinë në botë, vinë çfarë? Të ndëgjojnë fjalën e Zotit. Me që ti kur lexon Kur'an, përpos si i afrohesh Zotit, përpos se merr sevap, ti të ndëgjojnë melaqet dhe ato bëjnë lutje për çfarë? Bëjnë lutje për ti. Të nderuar dhe të respektuar. Mu pra ati, kur i thua Nisës alayhis salam që të zbres tryeza sofra, piet Isa dhe thot pse? Thot që të na forcohet zemra. Isa alayhis salatu vesselam i thot, o ju besimtarët e mi, a jeni morbura ju musliman në atë të cilën ju kërkoni? Të nderuar dhe të respektuar. I madhi Zot e zbret tryezën apostapat, që u aqon të Ben Israilve, gjdo dit që të hanë. Megjithatë, çka kërkuan këto njerëzi? Prandaj pejgamberi alayhis salam na sugjeron neve dhe shokët e tij. Ashtu siç do të Zoti në Kur'an, la teselu an esha, mos pietni shumë sende. In tesukum tubdukum tesukum, me që pjetet e shumta, ato tërhekin shumë obligime dhe u largojnë dhe u devijojnë, mund të jenë çfarë? Mund të jenë pika kthjese të cilët Allahu Dhul Xhelal për pyetje të shumta që parashtruan popujt e mëparshëm, i madhi Zot do t'i dënoj. Të nderuar dhe të respektuar. Andaj, ato kërkojshin një tryez, ta shohin se zbret nga qielli. Dhe çfarë? Me që Allahu Dhul Xhelal e kishte bekuar Isën alayhis salam dhe dorën e tij e kishte bërë mucize me një kusht që ti sendin mos bësh një gjë, që të frish, me që gjdo gjë që frin të Isa alayhis salam, i smur i shëroheshte, i verbi i vindqësit, i paralizuar i heste dhe i vdekur i ringjalleshte. Nga ana tjetër, ti mos e prek me taqin tënd, mos e prek me dorën tënde, direkt të vinë nga Allahu Dhul Xhelal. E yekune lana iden li evvelina ve akhirina. Të jetë fest, ja i madhi Zot, të nderuar dhe të respektuar. Këtë tryez të Isës alayhis salam, këtë sofër, na i potencon në Kur'an, pastaj edhe një sure e merr suretul Maide, surja e tryezës. Për ndryshe, këtë sure nëna jon Aisha radiallahu ta'ala anha e ka quajtur suretul halali vel haram. Surja që flet për halalin dhe haramin. E pse për halalin dhe haramin? Me që Allahu Dhul Xhelal, ne lutemi shumë, falemi shumë, dua bëjmë shumë, por situata jonë, qof individuale, qof kolektive,
qoft njerëzore muslimanët, atë shumë falena, atë shumë lutena, shtrohet pyetja, pse nuk na përgjigjet i madhi Zot? Andaj, të nderuar dhe të respektuar, ndonjëherë duhet të ndalish dhe të shohish, ashtu i thas qartë, sahabiu pejgamberit alayhis salam, o i dërguar i Zotit, mëso të lutem shumë, unë dua bëj shumë, por pak Zoti më përgjigjet. Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Etib ta'amek, o i nderuar, pastroje sofrën tënde, pastroje ushqimin tënd, me që sofrën të cilën nuk e pastron, ajo në shkak që Zoti nuk i pranon duat. Por në këto vende, në këtë qytet që jeni ju, këtu Bayram Harami nuk ka vrim për të depërtuar. Megjithatë, neve duhet të afrohemi sikur ajo sofra që i zbriti në kohën e Isës alayhis salam, neve na janë dhënë shumë nimete, na dhënë shumë mirësi, na janë dhënë shumë bereqete, të cilët to që janë në safën e fundit, kuptojnë se këto mirësi nuk kanë qenë çfarë, nuk kanë qenë në të kaluarën. Andaj, ai njeri që ignoron dhe nuk ja din vlerën sofrës nimetit biznesisë së Zotit, ai i thuan nimetul kufran. Allahu dhul xhelal ta merr një nimet të tillë. Të nderuar dhe të respektuar. Mu për atë, ne kemi të bëjmë me sofrën, ne kemi të bëjmë me tryezën, e sidomos sofrën e iftarit, që falenderojmë Allahun dhul xhelal. Të nderuar dhe të respektuar, ajo që thash që në fillim, kemi erdhur këtu që të falenderojmë shpirtrisht, me që Allahu dhul xhelal thot, le in shekertum le ezidennekum. Nëse falenderoni Zotin, falenderon atë që të ka bërë mirë, e çfarë? Atëherë Zoti ta shton dhe ta bekon. Të nderuar dhe të respektuar. Andaj, filloj nga vetja unë këtu. Jo që ka mangër shumë sifire, iftare, e darka, e dreka këtu, duke lutur Allahun dhul xhelal të bekon, të ashton. Por nga ana tjetër, kur thot i madhi Zot ve fi anfusikum afala tubsirun, në veten tuaj a nuk i shihni? Duhet të na shihni neve treve që këtu që jemi, me këtë simbolin e Turqisë së shenjës, së dijes dhe të paqes, për ta kuptuar se çdo gjak i neve treve këtu, çdo qelis, ki konstrukt, ka çfarë? Ka hëngër nga menia juaj, ka hëngër nga tryeza juaj, ka hëngër nga sofra juaj, që e keni dhënë për fakultetin e shkencave islame, që e keni dhënë për ndërtimin e xhamive, që e keni dhënë për medresen. Atje kemi kaluar 4 vite neve, kemi grënë mëngjes, drek e darkë, nga sifiri dhe iftari, nga buka juaj që ju e keni dhënë. Andaj, unë kujtoj se atë sofër e bekon Allahu dhul xhelal. Dhe nëse dëshironi të dini mirësit dhe ku ka shkuar kontributi juaj, që e keni nxjerrë dinari, me halal, me gjatë, me gjers, me çfarë? Me mallëngjim, keni lënë adheu, keni lënë bashortet, familjet, sa antari juve u kanë vdekur, nga ana tjetër nuk keni qenë edhe në kortezhin e saj. Fëmijëve tuaj nuk e keni dhënë, dhe na keni dhënë neve, të cilët gjem dhe vajzat e juaj keni shkolluar me kontributin e juaj, a neve na keni bën hoxhollar, për posa saj na mani në qursi dhe na mani në mbiberdh. Kjo është bekimi i sofrës së Islamit. Andaj, të nderuar dhe të respektuar, jo vetëm me kaq, por ne atje në medreze i kemi 5 medreze, fakultetin, por sa vëllezëri dhe baballar ton, unë kujtoj se lufta e 99-s, atje në Kosovën ton martire, familja e bekuar e Adem Jasharit, ajo sofër ati, dhe rruga i dhomat e burrave, nuk e kur gjë tjetër, përpos se ato di vëllezërit më gjasojnë mua si di lëmbat dhe di fenerët, dielli e hëna, me që ata aty, për të mbrojtur kauzën islame dhe shqiptare kombëtare, i shohim në sofrat e tyre, të cilët ju me dekada keni intervenuar dhe keni dhënë, për atë sofrën që na thirr te Kosova, nëna dhe vendi jonë. Jo vetëm kaq, ju këtu organizoni sofra, në të cilën thirrni miq, misafir, dashamir, por jo vetëm më kaq, nuk ka cep, nuk ka fshat, në të cilën a gjithë thirrim ne si hoxhollar dhe vllau jon, muslimani jon,
e kush është ai musliman i Zvicrës e ka paguajt iftarin. Vëllezërit të nderuar, e sa miskin, sa të ngratë, ulem në ato sofra për të hëngur nga sifiri dhe iftari juaj. Andaj, ne kemi erdhur për të afruar këtë, me që kjo situatë të cilën juve keni krijuar shumë sofra këtu. E çfarë sofre keni krijuar? Ju keni bërë këtu mbi 70 xhami gigante. Kjo në sofër, jo vetëm sofra të hajt dhe të pijet, por sofra ka dashuri. Sofra ka çfarë? Ka afërsi. Sofra ka bekim. Sofra ka dije. Sofra ka durim. Sofra ka madhështi. Sofra ka ilm. Andaj kujtojmë në xhamin e pejgamberit alayhis salam, të cilën i kishte sofrat, i kishte hallkat dhe kishte rreth, të cilët ati bëjshin bisedë si në Davos, njerëzit e pasur. Andi nga ana tjetër, njerëzit të cilët investonin, të ngratët. Nga ana tjetër ishte sofra i badeqive, pejgamberi alayhis salatu vesselami shkoi ul ke sofra e dijes e ikrës. Ta gjithë jeni të bekuar, por ki me gjlisi, ki sofra është ajo sofër të cilën e don i madhi Zot. Andaj të nderuar, ato institucionet tona, të cilët i shifni medrese, jo në vendin tonë, por në të gjithë ato trojtë shqiptare, do të shifshin si janë sofra në të cilët. Çfarë? Ati mësohet bindja në Zot, imani, lexohet Kurani, dhe juve kur fali pas imamit në mezhebin ton, ju ndëgjoni. Çfarë? Aq sa ka sevap imami me qindra, vetëm feja luaj e sofrës amin, Zoti e bekoft, i merr sa ka imam, shisa i madh është Islami. Vllai nderuar, xhamati respektuar, por neve e presim një sofrë tjetër, ajo do të jetë sofra e Bajramit, të cilën neve e lusim Zotin që të na afron. Por nga ana tjetër, ne jemi distancuar nga halali i ditës së sofrës sot. Çfarë? Kur neve në botën tjetër, a gjesh qëllimi jonë, që në të ulemi në sofrë tjetër, në një sofrë të madhe, ku Allahu Dhul Gjelal do thotë, kulu veshrebu henien bima esleftum fil ejamil khalije. Ja pra, ne zbukurojmë xhamit tonë, sofrat tona, xhamit tonë me taravi, me Kur'anët në dorë, me ndima, me sakrifica, me zekat. Kretë këtë e bëni, nuk e bëni tu adim neve, ju e bëni innema nut'imukum li vejhi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Hoxhi nderuar, këtë e bëj për Zot. As gërkoj të më falenderosh, as dua të më bësh, as emrin të më potencosh. Këtë e bën për cilën? Për Allahun Dhul Gjelal, të nderuar dhe të respektuar. Andaj, ne lusim të madhin Zot, që në botën tjetër, në atë sofër, që e ka pregadit Allahu Dhul Gjelal, e cila sofër, për të afruar, ka dy derë. Një derë është deru Rejbabur Rejan, që do të hinë agjeruesit ati. Ke dera tjetër, kur him neve në shtetin Zvicran, ati ka por që him, që në skenojnë neve se qka kemi, dhe në pret i deleguruari për të në kontroluar. Ati tek dera e gjenetit do të ri Muhamedi a.s. I cili do t'i pres misafirët e ti, do t'i pres fansat e ti, besimtarët e ti, me atë surën Nul Kawthar, me atë ibrikun, për të ta dhënë kush? Për të ta dhënë pejgamberi alayhis salam, që të pish si ja ke dhënë nënës, vllaut, motrës ti, edhe pse i etur ja ke dhënë fillimisht atij për pastaj teje. Ky është pejgamberi alayhis salam. Nuk vdi që ndroj jetë në Ramazan, as natë Gjumare, as natë Kadri, ishtë natë e marë. Nuk ndroj jetë pejgamberi me shahadet. Pejgamberi alayhis salam ndroj jetë ummeti, populli im për ti. Prandaj si baba dhe nëna, pejgamberi i etur, i djegur, nuk do ta ngri i brikin e Kautherit, para se të na jap neve. Kur do të përfundoj njeriu i musliman i fundit, atëherë do të pi pejgamberi alayhis salam. Pas Golgote, më vdekje nuk ka, uri nuk ka, etje nuk ka. Në atë sofrë të shtruar, të qëndisur, min jetir Rahman, nga dora Allahu Dhul Gjelal, të pozicionuar, krejt pejgamberët e Zotit, krejt martirët e Zotit, krejt ulemat e Zotit, krejt shehidet e Zotit, ati të presish menin, të vinë me laqet, fëmijët e vogël që kanë ndruar jetë, bil e barik,
me i brika të na japin, do të vinë melekët me një turp, me mare. A e dim se do të vinë me mare dhe me turp? Se Allahu Dhul Gjelal, kur i informon se do të kryoj inni gjajlun fil erdi khalife, melekët që ka thanë, e te gjalu fia me jufsidu fia vesfikut dima, oj madhi Zot, melekët me shpirt, jo me gjuhë, me që Zoti lexon shpirtin, zemrën, si e kryon njeriu, ai do të bëj gjekderdi, do të ngris dorën, nuk beson, një meti kufral, vllaun e vllaun do ta eliminon. Inni a'lemu ma la ta'lemun. Për hir të këtij mendimi të melekëve, do të vinë çfarë? Do të vinë me turp aty. Pse? Me që Allahu Dhul Gjelal, enkas në muaj të Ramazanit, i pjet melekët të tokës të ditës dhe të natës, si gjetët muslimanët, ata të natës për natën informojnë, ato të ditës për ditën, oj madhi Zot, duke falenderuar, madhështuar, ndim kërkuar xhenetin për të qikuar, a më kanë parë muar jo, e kanë parë xhenetin jo, e kanë shijuar xhenemin, thonë jo, shifta, në formë provokative, se Zoti u ka venduar akcent, pse i thanë Zoti, pse krijon njeriu, andaj, thot nëse më shifshin, çka do të bëshin? Nëse i shifshin përjetonin xhenetin, çka do të bëshin? Nëse i shifshin xhenemin, sa do të ruheshin? Shumë më tepër. Të nderuar dhe të respektuar. Pse ki Ramazani? Se Ramazani të ngritën nga egoja jote, nga stomaku jot, nga uni jot, nga uni i shejtanit veneudhu billah. E si, për të treguar o musliman, 11 muaj ke qenë stomak, vetëm ta mushish barkun, ti nuk je vetëm bark, me që ti ke edhe gjimtir të tjera, kur e pret një kafsh, të cilën e paguan shumë shtrejt, gjithja shfrytëzon, ama stomakun ja hek. O musliman, nuk e erdh në këtë botë, vetëm të hash të dëfrehesh, ke erdh të hash për të jetuar, jeton për të madhin Zot. Andaj, të nderuar dhe të respektuar, ki është muaj bekuar, ki është muaj Ramazanit, me që muslimani në Ramazan ngritet me melaqe gjatë ditës, as keq folen, as keq mendon, as ofendon, as han, as pin, njeriu në ditë të Ramazanit shndrohet në melaqe, prandaj melaqet vinë dhe t'i bëjnë sejdë. Selamun tiptum fedkhulua khalidin, do të ndëgjojmë në atryes për të thënë melekët, paqja dhe selami Zotit qofshi përjetshëm këtu. Pas këtij selami, herë e parë, veshijon, do të ndëgjon fjalën e Babit Zot, hekl reditum, o ju musliman, a jeni të kënaqur sot, të nderuar dhe të respektuar. Ashtu na ilustron pejgamberi alayhis salam, moment në xhenet dhe moment në xhenem, njeriu më të sfiduar me ibtilaja në këtë dunja, në moment të fusin në xhenet edhe të nxjerr çik sekond, thot, a ke përjetuar në dunja do një të keq, i ka vdek baba, bashortja, gjalja, pasuria dhe më në fund të është vra. Moment në xhenet, thot, jo i madhi, shifarshi e ka. Njeriu me mirësi të mëdhaja në këtë dunja, në moment të fus në xhenem, thot, a mban mend do një mirësi që lavdrohesh në dunja, thot, kur? Andaj, i madhi Zot për të thënë, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliye. Hani dhe pini shishëm për hir të ditëve që i lat në Ramazan, për zekat e fitr e kurban, këtu qofshi përgjithmonë. A jeni të kënaqur? E kërkuat xhenetin? Thuan po i madhi Zot, se nuk ka diçka tjetër. Në amet moment, vujuhi yawma idhin nadire ila rabbiha nadire. Lusim të madhin Zot t'ja përjetojmë, dhe në atë moment Allahu Dhul Gjelal e shfaqen qenjen e ti, bukurin e ti, dhe gjineti pikon dhe shtangemi me kënaqësinë e Zotit në të cilën besojmë. E kullu kauli hadha, estagfirullah li ve lekum, walhamdulillahi rabbil alamin, rida lillahi al-Fatiha.